U publikuan pamjet nga testimi i dronit kosovar Skifteri K1, i cili pretendohet se ka rreze goditse deri në 1000 kilometra. Mirë po, nga Ministria e Mbrojtjes thonë se nuk disponojnë informacione të mjaftueshme për këtë zhvillim. Në një përgjigje për Telegrafin, Ministria ka bërë të ditur se kanë pasur vetëm një kontakt të mëhershëm me drejtuesin e Future Minds Academy, por pa diskutime konkrete lidhur me dronin Skifteri K1. Sipas tyre, nuk ka të dhëna për prodhimin, lejet për testim apo procesin e verifikimit teknik, ndërsa theksohet se çdo testim brenda territorit të Kosovës kërkon leje zyrtare. Ministria sqaron se takimi me përfaqësuesit e kompanisë kishte ndodhur në kuadër të aktivitetit të Sharkathon në tetor të vitit 2025, ku ishin testuar vetëm dron komercial, jo dron të kategorisë ushtarake. Institucionet kompetente thonë se po e monitorojnë situatën, ndërsa nuk përjashtohet mundësia që pamjet e publikuara të jenë reale ose të gjeneruara nga AI. Ndërkohë, prodhuesi i dronëve Ridvan Aliu ka deklaruar se testimi nuk është zhvilluar në Kosovë, por jashtë saj. Ministria thekson se mbështet inovacionin vendor për aq kohë sa respektohen ligjet dhe standardet në fuqi. Po ju, çfarë mendimi keni në lidhje me këtë ngjarje? Komentoni në hapësirën për komente.